Përshëndetje dhe mirë se vini në epizodin e ri të Mikrofonit Podcast. Këtu sot me ne i kemi dy mysafir shumë të veçantë që gjithashtu janë edhe shokët tanë që vinë nga Tetova, Olti dhe Erandi, ku sot do të flasim për tema shumë të ndryshme, por gjithashtu më shumë do të koncentrohemi në temën rinia e Shkupit edhe rinia e Tetovës. Përveç kësaj do të flasim edhe tema shumë interesante të tjera të cilat ndoshta duhet të fliten edhe në ditën e përditshme. Fillimisht du t'i falenderoj Erandin edhe Oltin që kam pranu me ardhë në emisionin ton, edhe është kënaqësi shumë e madhe t'ju kemi sot këtu me ne. Atëherë si fillim, shumë falenderit juve për ftesën që na keni bë, edhe sigurisht është kënaqësi gjithmonë me marrë pjesë në programe të cilat e bojnë dhe e mbizotron energjia e mirë që i jepni juve. Falenderit shumë. Faleminderit shumë. Grazie dhe abat, falenderit shumë, Shkopjan tonë dashur. Okej, vazhdoj me pyetjen e parë si për start. Ndoshta është pak provokative, po si e përshkruni qytetin e juaj me 3 fjalë? Atëherë unë për Tetovën i kisha nisë, kur më thu për Tetovën, më kujtohen 3 fjalë kyçe. Kisha thonë mikpritse, e zbet natën, edhe espresso jam kujtohet gjithmonë. Gresa për Shkupin? Çka kishni thënë për Shkupin? Ku e di? Miksin duhet me përmend që kena shumë dallime. Gjallni, edhe pse më varet gjallnia, na herë kena, na herë se kena, ama me shku, me hynë rrugët e Qarshis, kafet e Qarshis, ku janë aty, gjithmonë ki gjallni. Treta? Edhe treta e kisha përmend Simit Pogaçi. Mundet. Okej, pyetja dyta lama interesant. Nëse qyteti Tetovës edhe qyteti Shkupit do ishin njerëz, çfarë tipi kishin u kam? Pyetja po m'pëlqen, a ja nisi one me përgjigjena që po Olti? Olti? Atëherë ç'to? Mu kur më kujtohet Tetova, edhe me përshkru tamam si person, është e personit që ke ardhur në qytet për herë të parë, edhe thirr me pini kafe, të hajde bëjmë muhabete, si sene, edhe tu pi kafe, tash ç'është shumë micohet me ty, për 30 minuta që ki pi qatë kafen, të banë sikur me njoft për dekada. E tash të hajde apo vjen të këshpia jem. Apo bashkan gjithë të shtonë në shpe, shkon të shpia ati, edhe mas një 30 minutave tjera, a beson që të shtenë tani me bo diçka na i punë me ndimu në për shpe. Unë e di që ju dy edhe në Shkup vini shumë. Po, sigurisht. Dhe keni dalë edhe në për kafet e Shkupit. A është deri diku energjia e njëjtë? Se mu s'm ka ra me shku në Tetovë shumë në për kafe. A di që është qëndron puna tek Shkupi. Tek Shkupi atëre ki Shkupin ma, kisha thonë, shumë ma kulturor, se sa ma shumë ka kultura të ndryshme. E tash Shkupi karakterizohet e kisha karakterizu si një farnaj personi, nëse i kishim marrë si person, e kisha ingarkum si person, Definitivisht. edhe energjetik një të nko. Okej. Po të një të nko edhe i palodh shumë. Kishim mujt me I thonë. palodh shumë. Palos. Atë qysh me përmend që Shkupi ka, nëse banesat ishin kanë ndaj tiparin, ndaj karakterit, çish e kishim ndru? A e të më kuptu? Ti pari, edhe njëherë të lutëm pyetje? Me përmend që Shkupi ka shumë ndërtesa, Po. ka shumë, çish me shtin karakter të një personit këtë Aha. fakt. Shumë ndërtesa. Po, Jo, kisha të thonë, gjata. kisha thonë i gatë. Unë kisha thonë i gatë si ti. Hala ma e vërë kjo. Nëse, për shembull, ju, do me thonë, na i kena shumë ndryshe jetën na jetën Shkup edhe ju jetën Tetovë. Qysh ju shkon juve një ditë e zakonshme në Tetovë? Shka bëni? Ditë e zakonshme të tonë. Ditë e zakonshme në Tetovë. Kur që është Atëherë, gjumit, shka bën, ku shkon, shka han, shka pin? Ne si në zonës, jemi shumë të zellshëm edhe shkolla nuk e lëmë ma në shkollë. A ishte për më besu kjo? Apo Po, ishte për të thjesht- besu. Ah, Sarkazëm? Absolutisht për të besu. Okej. Pas asaj, kemi qef kafe që dhe mos me shoqëri, të flasim, të diskutojmë, të flasim edhe për tjera, të është pjesa më e bukur e kafe, se nuk shion kafja pa mos e përmend problemin ose hallin e tjetër kujt. Definitivist, ha? A Olti? Na e kemi... Olti? Hajde, Olti. E kemi si profesion me dalë në kafe, unë tash kisha thonë po e vjedhi këtë pjesë të një miku tem të Tetovës, Blendit, që e thot, na e kemi zanatin me dalë në kafe dhe mu anku. Edhe shumë e vërtet, na çka di me bo mas mirë është mu dalë në kafe, mu anku. E ku pjesa më e lehtë gjatë ditës është mu anku. Me bo ankesa, me thonë që kjo nuk është mirë, apo kjo nuk është mirë. Po në zakonisht,
Kam qef më mbjell ajo kultura tek neve, në Tetovë, që kur del me bo një lloj biseda, po me diskutu një lloj teme, është ma mirë me diskutu për zgjedhjen e asaj, jo për problemin. Se zakonisht na po fokusohemi tash në problem, edhe problemet shtohen kur fokusohesh në problem. Po tash tu fol për zgjedhje, ai treti na e ka një zgjedhje tjetër, se ja ke ngacmuat imagjinatën për me gjetë një zgjedhje. A kupton? E tash unë gjithmonë kom pas dëshirë që kjo mu implementu në për ato muhabetet tona, apo në për kafenet që i bojmë ato lloj muhabete, isha dosh gjithmonë që kjo mu implementu ma shumë. Se kish pas shumë ma shumë sukses. Shumë interesante kanë menimin. Na Shkupjan duket pak ndryshe, kena na dalë në kafe me përcjell njerëz. Po, Kush kalon para kafes? Kush kalon, shka është të bo me kanësh, që është të bo, shka të pi, kështu shka ka marrë me pi, këshire burja lojt ka marrë, ase pije me pip. Na që to i kena më doket më shumë të. Pa tjetër. A fakti edhe na që kur dalmi me 3 gjeneratës tona për kafe këtu, edhe na në komi, ama të me thonë, na në pibjet që na një hap mbrapa juve, se na ku ja nismi mua në kuj, thojna, okej, bare me dina që kena dishka keq, e dina që kena problem. As mundomi me ndryshu Nuk kërgja. mundomi veç e forna, veç e Qyse lajt. e problemi zgjidhet kur e di që ki problem. Dina që shtu e menojnë, s'kina shka me bërë. Të neve në Tetovë është diçka më ndryshe, kisha thonë se zakonisht na kur bojmë bisedat lloj-llojshme bojmë. Zakonisht që ka mundësi edhe ndër moshë që janë, po edhe moshës ma të re, bojmë biseda politike. Bojmë biseda të natyrës shumë ma tronë se sa që janë për atë lloj moshe. Edhe i zgjedhim, ndërse qëmë prej kafes. A na vjen një interesant që jo. Ka, edhe në aspektin politik e flasin. Ju e keni ma shumë, ju folni politikën e keni pak ma Mas shumë. interesumi. Hajde ju në tregoni tema kryesore Shkupjanve. Shkupjanve e cekëm me pazit, edhe gibetin e kena qef shumë. E din gibet është tash e thejme. Gosipat. A e po e qka i thaj, asaj, na vdesin për Për shembull, nëse nuk e dol me një person gati 1 javë, 2 javë, gjithë thaj muhabet do baj, qa ka baj, qa ka bo kjo, qa ka bo tjetri. Shumë. Rinia shqiptare, jo që jemi pak, po jemi shumë gjanë, njifemi shumica në mes veti, njifemi krejt. Shkupjo shumë i madha, ma ne themi Shkupjo shumë i vogël. Hecin muhabetit, du me thonë, mirë mi kejt vesh në mes veti, edhe kitë informatat vim për një herë. Unë e kisha thonë kështu, qka nëse kishë ndodhjo për 10 minuta ditës tuj, kishim folë na për idejat ndryshme. Qyshme mujtë me pas një loj integrimi social, integrimi shoqëror, veç 10 minuta ti kishim do. Po du tash më kallëzu kështë jam të dhonë menjë, ama... Më varet me kanë ullësh në Shkup me një tavolinë për me folë për cilësinë. Po nëse kishim bo qëta për 10 minuta, unë mendoj që kish pas shumë përparim. Ka shumë të pa intereson për këtë temë. Nuk thjesht nuk ju intereson. Shka manin mu për ato në ka me që jetën teme normal. Të na janë shumë ala janë jotë prapa mbetur, me thonë, po e kanë atë filozofinë e jetës, e kanë që shkanë jetu printe vetë, me jetu edhe këto. Mu kanë të knasë me pak, me thonë Shqip. Janë të knasë me pak edhe nuk mund është me ju thonë që janë gabim. Dojnë me funksionu që ashtu, funksionojnë që ashtu. Edhe në fund ditës kër e këshyrë, ato janë ma të lumë tërsena. Me thonë, ato si menojnë disa probleme që na i kena, ato sasë se din që egzistoj, edhe knaqën që ashtu, e perceptojnë jetën në qatë mënyrë. Me që ata që e kanë dalin veç me këshyrë mu knaqë, edhe sështë që menojnë, bojnë budalakia, dalin ka 3-4 urin kafe, ande i kthejnë në shpe, ose a e lujnë kompjuterën, s'kanë diçka ma interesantë. Interesantja, ma interesantja, në kafe rinë 3 orë, mas ne shkojnë lujnë FIFA, 3 orë, dalin kejtë bashkën. Po jo, ajo është eksistenciale edhe të neve, të neve në Tetovë. Po dhe të që qështë tronin, bas. Në gjitha ty në probleme që ka i zjerë. Në gjitha ty në dashe dhe e rrë tjetër e kimi që të su. Mos ju ka ra me uthtu edhe në Shkup edhe në Tetovë, ku është me lejtë me gjithë qëtësi për vejte? Në rëmujën e Shkupit apo në kaosin e Tetovës? Nëse ke një jetë e cila është gjithmonë me plot energji edhe me plot funksionalitet, me plot lëvizje, unë mendoj që qetësia, unë që aty e gjej qetësin, në lëvizje gjithmonë. Më do shtapë se që si karakteri e? Po, a kupton tash varet kjo do të varesh prej personave të ndryshëm, cilët ndoshta disa kanë pëlqejnë natyrën shumë edhe kanë qef me nejt vetë ose në natyrë. Okej, se cili kemi nevojë ndonjëherë gjatë ditës apo gjatë jetës tonë me nejt vetë. Kuptohet. Po tash për mua si karakter unë isha ndjejt shumë keq, isha ndjejt shumë në mënyrë jo të mirë, nëse nuk shpas lëvizje gjithmonë.
është sikur ai trupi nuk ka fuqi kur nuk lëviz. E kupton? E njëjta është edhe me njeriu. Tash kur lëviz, ki lidhje të reja krijon mundësi të reja për ty. Gjithmonë domethënë ajo lëvizja ma bjen atë kënaqësinë edhe qetësinë shpirtërore, kisha thonë. Ulti, Eran? A, krejt e kundër, da. Ma merë mendja. Ma merë mendja. Ja, mu edhe vetë të to, së shkupi nuk e di si është, për neve në të to, po dole prej orës 3 deri në 5, rush hour, nuk flas. Tjetër orë nuk mundesh mbrish prej të njëri që është tek tjetri. Prej tek fakultetet deri në qendër është pa mundshme. Andaj më para zgjedh jetojmë periferi, ose rrez malit, rrez diçka më të bukur se sa Do me thonë kjo e donë qetësim, qëtësim. po, qetësim. Të donë lëvizje. Po, kauzën e dush. Se janë krejt E njëjtë. kundër ta. A bëtë ti? Unë Bash më interesoj ka. Bashkë dhe mu më intereson Edhe abadi. ti ki qaf lëvizjen mas shumë ti. e du lëvizjen deri e kum dash shumë me kaosin derisa ku marr vetur për vete. Momenti që ku marr vetur edhe më ka ra me nejt rush hour, në trafik, në Çajrçank, mbi të pazar, aty ku më thonë s'du mu kanë qëtun, edhe s'du du me shku në fshat me jetu, me pas kryen rahat, aty, mos me pas problem. Trafiku Çajirit është i njohur. Le që trafiku Çajirit mas nej parkimive. Parking Ndodhe 30 minuta me lyp katastrofë. parking në para shtëpisë te. Se nuk po folni me kryetarin me ja u zgjedh këtë problem. Vazhdojmë. Si, këtë si, vazhdoj me ulte, vazhdoj me vitin tjetër. Do një me marrë si iniciativë. A ka ndonjë zakon ose mënyrë sjelljeje që është tipike vetëm për tetovarët edhe për shkupjat? Unë e kisha thonë, shesim shumë men. Kemi... Ama të kena si shqiptar. Zakonisht, shumica shesmi me. Edhe unë vetë e vrej vete në erë të shqit men. Definitivisht. Definitivt. Më shkon nerva. Ki drejt, ka njerë nuk është diçka e gabume. Po, të tetovarët është të na tetovës. Po kemi shumë karakteristikat ndryshme, cilat lidhen me njëra tjetërën. Ka thonë, kemi qef me bo jetë dyfisht. Kur po thamë jetë dyfisht, e kom fjallën që tregojmë diçka tjetër jashtë, amrenda jemi diçka tjetër. Që të e kemi atë pikën ma kryesore, isha thonë. A të kena dhe na. E isha përmenë që një ndër ma na. kryesoret. Ama ju e pashtu shka ju veçon prej tjerve, sidomos për neve është edhe gjuha. Sigurisht. Gjua dhe Dialekti. Jo, po. edhe akullorja janë forës. E, si shtashe nuk mund shtjedh me simit Pogaçit të Shkupit. Kluna. Lutem ulti. Kluna. Na në dytë natës presim gjysore rend për me marë simit Atë Pogaç. janë sakrifica. Katastrofë. Shka bëhet Çajrçanka edhe në ora 2 natës, veç se nalën njerëz me prit për me blesimit Pogaçe. Edhe na kemi edhe një kafe shumë të mirë aty, që thash parës për Expresson, që gjithmonë, mëngjes drejt darë, kafja më e mirë është, për mendimin tem, është tek Ardor Kafe Bari që e kemi aty. Është një ndër më të mirat. Në qender? Është po, ande nga qendra është. Së që kam qenë. Duhet E me konsiderojmë për herën Duhet, tjetër duhet për që me kemi të tu. A ju ndodhë që kur të vinin të Shkup, mund ndjesi kur jashtë vendit? Absolut jo, që thonë absolut kur jo. Unë kom shumë mikesha shumë të mira këto që bashkëpunojmë gjithmonë, kemi kontakte, jashtëzakonisht shpesh herë kontaktojmë, edhe do me thonë jemi në kontakte si për gjithmonë, thuj se dita ditës. Ama Unë prit mendoj- ashtu e njoft Oltin që bën lidhje, ka cilë, do me thonë me njerëz edhe të pa njohur. Presidenti i ekonomisë Atëherë normal Belgjikës. që Oltit s'kam njoh dok si me qenë jashtë vendit. Jo, veç pak, unë mendoj se ne si tetovarëva kemi bërë ti përshëndesim një 2 shkupjanka, që na kanë njoftu neve, Andrën edhe Drenusha, po. Trenusha. I përshëndesim I shumë. përshëndesim. Nga zemra. Datën Plejades. Tash të kthejna pak ma intervistë formale. Si e përjetoni shkollën ose procesin në arsimimit në qytetin tuaj? Nëse këshim folë për procesin e arsimit në qytetin tonë, gjimnazit e Tovës gjithmonë kanë zjerë kuadrët mira në zonësve të studentave. Edhe mendoj që një ndër shkollat më të mira ka qenë gjithmonë gjimnazit e Tovës, Kiril Peqinovici. Për përmisime, a ka nevoj, sistemi jonë i arsimit, unë kësha thonë gjithë Maqedoninë e Veriut, ka ekstremisht nevoj e madhe është. Definitivt. Mungojnë shumë sende, shumë sende, cilat
ndoshta ndojshdasht jo podcasti me zgjatë 1 orë, po 12 orë nuk kishin dalë boll me i përmend problemet cilat i ka sistemi jonë i arsimit. E jo më në përqytete. Mos të flasim në përqytete se janë më shumë edhe theksume, kisha thonë, që nga një herë, po të regojmë i realt, më vjen turp me i përmend. Gjërat bazike nuk janë. Edhe do me thonë, më vjen turp me përmend se shkolla ime apo sistemi jonë i arsimit në Maqedoninë e Veriut nuk i ka sendet bazike. Është për mu turpnu. Rand? Ka faj. Sendet bazike mungojnë, është e vërtet. Po, si e përjetojmë shkollën, besoj se është diçka që sidomos kur jemi këtë moshë, gjithë të përmendim faktin shkolla s'bën, ose ka diçka që nuk shkon me shkollën, po besoj se kur do vinë një kohë do themi e kemi përjetu goxha mirë. Ka qenë një eksperiencë e pa përsëritshme. Edhe mendoj se duhet ta shohim shkollën me anën e pozitivitetit, se gjithë jemi njerëz, edhe nëse na kanë faj profesorët ose dikush tjetër, duhet t'ulemi edhe ta rregullojmë. Po se a janë çështje të rregullueshme, absolutisht janë, edhe besoj se me pak punë mund t'i rregullojmë. Andaj mendoj se përjetimi i shkollës mund bëhet ende më i lehtë nëse ne punojmë për ta bërë të tillë. Sigurisht do të me kuptu faktin që çdo individ nxënës i cili është në shkollë, është në student apo pa marrë parasysh, duhet me ditë që ajo shkollë, ai institut ekziston shkaku i nxënësit. Duhet me ditë atë lloj fuqie të cilin e ka nxënësi ose studenti pa marrë parasysh. Po i përfshi të dytë studenti. Duhet me ditë se çfarë fuqie ka. Se aty komponenti kryesor i institucionit të shkollës jemi neve. Pa neve, s'kish me funksionu se kujt i kishin dhënë mësim. Po, ama çka mujna me bo na këtë fakt me bo ma publik, që ta din shumica e nxënësve. Se na, kur jena individualisht, shumica e dina, po shkolla pa mu s'munët me funksionu, pa nxënësa, pa studenta nuk munët me funksionu, ama kur dalim, kur ballafaqohemi me naj problem në shkolla, për në arsimim, overall, e këshirna që nuk funksionojnë. Realisht për flasim tash, sa jemi na aktiv për me bo një çështje me ndryshu. Jemi, okej, së thomë që nuk provojna mi zgjidh problemin t'i shka, ma sa herë ndalemi, në gjysë rrugës tojna, it's not worth it, nuk ja vlejka. Ku me gjithë qatë komponentin që me e qurë punën dhe në fund? Aba, deri këtu i, do me thonë, përkuptoja të rebelimin edhe revoltën që e kinda i kësaj dukuriem. Po sigurisht do të me marë parasysh faktin që ndoshta e keni pa periudhën e fundit kemi folë për iniciativën Zero, cilën e kemi bo në event e TOF. Ajo iniciativë gjithmonë ka iniciu problemet tona që i kemi, ne si shoqëri, fikse dhe bazike, po them, e ku e kam fjallën të kjo fikse dhe bazike. Do të me u kriju kultur të qytetari, sepse ne mundemi të protestojmë. Ne po protestojmë për problemet të cilat na kanë ndodhur, për tragjedit të cilat po na ndodhin dita ditës. Këto mo nuk do të me pas dallime etnike, sepse po ndodhin tragjedit edhe tek shqiptarët, edhe tek pala maqedonase. Nuk janë pak 60 veta me u vra, me u mbyt, më falë, me u djeg për zjarit. Nuk janë pak 14 veta me u djeg në spitalin modular tek ne. E kush askush nuk po dënohet, askush nuk po merr përgjegjësi. Pse? E kjo prandaj është kjo lloj proteste, është arma ma demokratike të cilën e ka një shtet. Mbrohesh me ligj, me kushtetut mbrohesh. E tash, për me kriju këtë unitet, do të njerëzit me u vedisu që ne do të me dalë në protest. Do të me protestu për të drejtën tonë elementare. Nuk po themi ne këtu për palin maqedonase, për palin shqiptare. Jo. Po çka edhe unë, çka nëse ne kemi mund me qenë në atë lloj diskoteke? A kupton? Do të me u tregu ma vigjilent, ma të pastër në mendim, edhe ma intelektual, edhe ma inteligent në atë lloj mendimit që po e thrasim. A kuptoni? Nuk do të me qenë shumë jo pala maqedonase, jo pala shqiptare. Po na vdesi njerëz, nga tragjedit, nga mos kujdesia, nga korupcioni jonë, nga korupcioni i shtetit tonë. Po, pajton, absolutisht. Është fakt që shtetin e Republikës Maqedonisë së Veriut është shumë i ndan baza etnike dhe në një farë mënyre na mbizotron nacionalizmin. Si te pala maqedonit, si te pala shqiptare, veçomi shumë në aspekt, në këto aspekte etnike dhe nacionale. Ama
para këtyve ndarjeve, gjithë jemi qytetas të shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Jemi krejt zbashku këtu, kur ndodhin këto tragjedit, është mëse vërtet që gjithë du mi muqu kam. Edhe të rasti i spitalin të Tove, edhe të rasti Koçani, ka pas shumë mesazhe të gabushme që kanë cek, ato janë prej Gapala Macedonit, që ato janë shqiptarë, s'ka lidhe neve, nuk na intereson, po për ashtu edhe për rastin e Koçanit, ka pas shqiptarë që fatkeqësisht kanë komentu shumë. Unë personalisht të protestat që ishin për rastin e Koçanit, në që ishin Macedonia, unë kom dalë dhe me 3-4 shok jam përlesh, kum debatu, pse ato më thoshin pse ke dalë, gjithush me dalë për ato. Kjo është si iniciativë shumë e mirë dhe delikate, kisha thonën, është shumë e mirë që po e dëgjoj këtë prej teje. Po duhet me ditë që kjo ka të bëjë një problem më i madh shoqëror se sa një problem individual. Se individi është ndryshe e shoqëria e përgjithshme gjithmonë ndryshon aty. Iniciativa Zero ka marrë shumë për rastet të cilat neve na kanë ndodhur tragjeditë për Besa Transin. Janë njerëzit tu na vdek para syve, tu na u zhduk para syve. Pse? Shkaku korrupsioni. Shkaku kryesor, themeli bazë. A qysh mendon që nëpërmjet iniciative Zero, çka mujna me reagu që me zvoglu korrupsionin, me ndal korrupsionin? Sigurisht tek iniciativa Zero i kemi përmend kërkesat tona që i kemi, për mu hap rastet, për mu hap rasti i spitalit modular. Kemi pas familjarët të cilët kanë ra pre asaj lloj fatkeqësie, ku kanë dalë me deklaratat shumëta. Ne shumë mirë i kemi tregu arsyet tona sepse edhe çka po duam neve për me u zgjedh lloj raste. Të paktën me pas një lloj ndalese të paktë ose të zvoglimit të korrupsionit. Më interesoj ka dhe mendimi i Erandit për këtë pjesë. Për që që iniciativës? Po. Atërës iniciativa se për këtë pjesës rinore, po edhe më shumë ma ditë që ndodhi protesta, ma bënë në zemrën malë ato që ishin bimoshën 40-50 vjeqare kishin dalë dhe më kujtojtë të ashpërndasha disa fletushke dhe thonin na jep neve, bile kishte disa pleqë që mbanin nga 2-3 në dorë, vetëm dërgoni një mesazh. Sa i përket iniciativa ka gjithçka shumë qartë, nëpërmjet rrjeteve sociale tregoj shumë mirë se çka don taria. Ka pas njerëz që kanë spekulu, edhe janë mundu ta shkatrojnë reputacionin e një lëvizje të tillë e cila u bënte mirë krejtëve. Të kapen paraçështje politike se nëse e bën këtë i del kundër këtij, besoj se e kuptojmë. Dhe mendoj se duhet ndodhin edhe protesta në vim, në kohët vim, pasi besoj se vetëm e protesta e parë u dërgoi një mesazh i bukur. Edhe në Shkup protestat cilë ndodhen, besoj se patën një ndikim madh tek popullata. Qoftë shqiptare, qoftë maqedone, në këtë rast besoj se jemi bashkë. Patjetër. Po duhet me marrë shembull se tek edhe partit, jo vetëm në raste tragjike mu kanë zbashku. T'jemi më të unitum, t'jemi më zbashku në çdo rast, në gëzim, mërzia, t'jemi krejt bashkë se për çdo sende përballojmë shumë më mirë, sillemi shumë më mirë kur jemi të zbashku. Edhe seriozisht në vjeket që to nuk po muj me e ba general knowledge në shoqërinë tonë që ky fakt më kanë akceptuar. Se ka ardhur koha që palën Maqedone mos me pa mos i armik. Me pas i dikush që kojshi. Me pas dikush që na patjetër e kena me bashkjetu me ato. Nëse patjetër, nëse qëllimin e kena me shku Me vazhdo para? në bashkimin evropian, nëse dojna me hy në Europë, kjo është kusht themelor. Do me thonë, kjo është diçka që është e patjetër. Nëse jo, shkojmë për ndarja, atër s'kemi çka me ba, nëse se vazhdojmë për Europë, seriozisht nuk shoh opcion dytë. Ama, prit, se unë kam një pyetje tash, se mdo këtë janë pak kanë dallim Shkupi kundër Tetovës këtë punën me kundër Maqedonit, apo ju jeni më të shoqënuar me Maqedonit? Është vërtet se tek pala Maqedone në Tetov ekziston inferioriteti. Janë më pak me numër edhe gjithmonë edhe ne kemi trajtuar si tonë nuk ka qenë nevojshme ato të largohen nga Tetova dhe themi Tetova dhe jetë pastër me etni shqiptare. Nuk ka qenë asnjë nevojshme, pasi edhe eksperjenca e tyre ka qenë nevojshme në lëmi ndryshme. Dhe besoj se Maqedonë Tetov janë edhe për atyre shumica edhe flasin shqip, nuk e kena problem thjesht edhe nuk vërejnë se i përkasin.
etnive tjera. Qoftë se kjo nuk vlen edhe vetëm për Maqedon, kemi edhe turk shumë, kemi edhe bosnjake, rome, kështu me radhë. Besoj se Tetova, edhe pse është me shumicë shqiptare, e ka më poshtë atë inferioritetin e etnive me pakis, çka janë. Në shef ka ndallim domethënë për Shkupit. Tjetër. Ndërsa në Shkup, shqiptare që janë ato të cilët ndoshta ndjehen inferior. Ne jemi ajo palë që ende po luftojmë për drejtat tona. Po. Po, mendoj që... A e din që mendoj që është pjesa më e keqe në Shkup, se jena të ndam pjesa e shqiptarëve dhe pjesa maqedonëve. Mos kishim qenë të ndam, do shta kishim pas edhe ma shumë komunikim me maqedonët. Edhe kishin shku ma vetet shumë ma mirë se sa që shkojnë tash. Ata që jemi të ndam pjesa e shqiptarëve, pjesa e maqedonëve, ti kur t'jesh me një mahall ku ki vetëm shqiptar edhe nuk ki komunikim me maqedonë, normal që ma ndeki me pas shumë probleme edhe me pas komunikim ma të pastërt edhe ma të qartë me palën tjetër. Normalve që na e shojmë edhe me folë gjuhën Macedone, unë e kam shumë të ranë. Që s'kam me kanë me komuniku. Të me thonë, jemi basit, jemi nda, literalisht jemi nda dhe kejtë funksionojmë brenda komunave shqiptare. Brenda shoqërisë tonë. Brenda shoqërisë tonë. Avat kjo është një problematik shumë ma e thellë. Po. Është shumë ma delikate, ndoshta nuk e di sa kompetent kishim qenë me folë për këtë lloj teme në mënyrë delikate, në mënyrë sipërfaqësore, okej, mundemi me folë shumë. Po kjo lidhet edhe me shumë çështje tjera të cilat ndoshta nuk është koha neve me i përmend këto. Po, ne jemi tu e folë si muhabet se në shoqërinë tonë, për shembull, në maqedonisht ne flasim vetëm kur kemi orë. Gjuhë maqedone dhe kur duhet me porosit diçka. Vetëm gjanat elementare, tjetër që nuk dim. Sredno espresso, tolku. Sredno espresso, ako može jedna Coca-Cola i tolku. Qaq, s'ka më tjetër se në qka foljet. Okej, këthejme tash ma në aspektin. Mos të jemi shumë këthejme diçka ma interesant. Nëse kishim mujtë me marrë një gjabë prej Tetovës edhe me e pru këtu të nanë Shkup. Qka i shkana? Mos. Diçka të cilën e kishim marrë... A di qka kësha prunë? Gjamin e larme. Jo, gjamin e larme e mbajnë për vetë. Gjitë kipe për në, ha? Jo, në diçka më të bukur, shkëndijen. Ja, s'na nevojit të asaj, s'na nevojit, dhe kena Shkupe. Diçka ma interesant, diçka. Jetën studentore. Se tek ne... Fajndera, ba? Po më pëlqen. Jo, jetë studentore shkaku se ka pas edhe ekstrem të Shkupit që ka kanë studiu në Tetovë. Halaka, edhe Kosovës ekstrem. Andaj mendoj se ato kur bëhen bashkë të ke pjesë e studentëve që ka i kemi në periferi, tashme edhe së është periferi është, zgjanu qyteti, besoj se krejt për shtatën shumë interesant me njëri tjetri. është bo një qytet me studentë, besoj se duhet rritet e, duhet jepe një frim më e madhe Tetovës, po sidomos e cilën të Shkup. Po neve na mungon jeta studentore, seriozisht na mungon, se edhe faktit që qa që mbi karkum është qyteti, edhe ndërtesat e kampuset e fakulteteve janë të vogla, janë vetëm klasat, se dja keni qenë të fakulteti juk i Europës Jugoslave, është vetë ndërtesë, dhe jashtë asaj s'ka kur gjallë, do me thonë, detyrohen studentët mësë me pas kafe me pi kampus, me dalë në qendër, me shkosën qarshi. Po tash për jetë studentore, mendimi jam personal, tash këtu kundërshtoj unë me randin, pak që unë nuk e pëlqej shumë jetën studentore në Tetovë, se ndoshta është shtëpia jone dhe neve nuk na vjen shumë interesant, apo jo? Po tash kur flasim për jetë studentore, unë mendoj që njerëzit tek ne, Tetova si qytet nuk mundet me pas jetë studentore të mirë dhe kisha thonë ndoshta kualitative. Kjo më varet për një mendimit personal. Vetëm pak ta bëj një pyetje unë ty tash. A kishe preferu ma shumë me qenë student në Tetovë apo në Shkup? Në Shkup. Asnjëherë. Në Shkup për mu. Edhe unë kisha preferu në Tetovë, që tash të folmi realisht se jam mësuar në Shkup. Po qëllimi jetë studentore të ndryshesh rrethin. Eksakt. Shtash nëse vi unë në Shkup. Me vol lidhje treja. A ba të ti shka, hajde ti të unë Tetovë, unë vitë të Shkupin drojmë, kështu edhe... Jetoni të shpia një tjetrit një një avë dy. Po i minimizojmë kostot. Ta mame kemi. Një ndryshim i vogël. Tash po lidhna të pyetja vetë për vazhdoj këtë debat. Si e shihni të ardhmën tuaj? Në vendin, në qytetin e Tetovës, apo jashtë vendit? Ta thëmë me një fjali shumë të bukur që më pëlqen shumë. Shumë poetike, a ty thotë, po,
aty shkruhet. Ka mundësi një muzikë pak. Jo, stani. Thot, leje atë qytet të vogël për para se të t'i vras ëndrat tuaja. Apo kupton? Olt Frashëri. Let's go! Musteci. Musteci të si harat, lutem. Rand, Prej euforisë shiri, do thëja se pa tjetër duhet largohen prej Tetovës, pa tjetër, se po mi vret ëndra. Po një dit, deshta, jetën do mbaroj atje ku e kom nisë. Qatë e di. Shiri, besoj se do ishte ëndra e gjithve, edhe jove të largoheni nga shkupi. Ajo. Ba? Gresa? paka shumë, po. Unë du me provu jetën studentore jashtë vendit. E kisha provu një semestër. Edhe më kisha këthi. A më dhunë si e randi, unë pa tjetër e kam më këthy në Shkup. Edhe unë pa tjetër e kam më këthi. Po tash, më varet ku të bjen ajo jetë, po nuk është edhe gabim që me marrë DNI për një vendi tjetër e me sjellë të vendi jotë, me pasuru alloj vendi. Se tash, si gjithmonë, historia të cilët njerëzi ka respektu ma shumë, gjithmonë kanë qenë storytellers, që i themi në anglisht, ata që kanë tregu storje, kanë tregu histori. Gjithmonë kanë qenë më të respektuarit ata që kanë udhëtu, kanë shku, kanë eksploru vende të reja, e kanë pruat lloj kulture tek vendi i tyre. Edhe ajo ekziston ende, por thjesht është në një mënyrë më të modernuar. Olti, ata them diçka. Oltin largoj prej Tetovën. Tetovën se ne largon prej Oltit. Unë spesoj që pajtohem. Frashëri 2.0. Frashëri 2.0. Nuk e besoj këtë si. Jo, faj konica, që? Jo, e dini që kam edhe që nuk jam, unë thështë, unë jam një nip i Kosovës. Gjilani. Mami, nëna ime është nga Gjilani, Kosovës, që unë më flenë zemra dhe andej, gjithmonë. është një pjesë e pashkëputshme. është familja cilën unë e jetë shumë e më shumëti. Unë e mendoj që katë në qanë jeta do jetë që do të mendoj si Gresa. për shumë pozitivisht. Shumë pozitivisht. Katë nacionita, po më unë kësha dasht Oltit që tha, me dalë me marrë diturim prej jashtë edhe me sjellë këtu në Shkup. Se seriozisht, unë të shësho, më qytetin e Shkupit e kësha pa një vetëm një qytet të vogël që të mbyta ëndrat, po një qytet që vend ku tri tjerë pas meje që vinë, vend ku munden ato mi plotësu ëndrat e tyre. Që të tjerët mës ta kem pa tjetër me dalë prej këti qyteti që mi plotësu ëndrat, po ta ken opcionin që në këtë qytet mi mri ëndrat. Abadi e ka marrë një inspirim edhe një motivim qaq të madh me bo ndryshime në Shkup, sa është shumë e papërshkrueshme. Ma shumë e kishte lanë vetën e vetë anash, edhe mu marrë me Shkupin, se sa me lanë Shkupin anash, mu marrë me vetën e vetë. Unë këtë sen nuk e kuptoj pak të Abadi, ama... Po jo, ndështë Gresa, nuk mundesh normal me e kuptu, se kjo është një lloj çështje cila e sjell Abadit kënaqësi. E përmbush vetën, apo? Po të lutem, ne kemi bisedu sa herë këtë temë. është top temat e në kjo. Sigurisht, nuk mundesh me i thonë Abadit tash je gabim si e të e bo qështu. Abadi e ndjen atë unë s'po thamë që është gabim, unë t'jesht... S'mundesh me e kuptu, apo kupton? Nuk e kuptoj. E kuptova që ku e ki qëllimin, po tash nuk mujon Abadit me i thonë, Abad, ti e të e bo gabim, ose nuk kuptoj pse po e bon këta. Se thjesht Abadi e ndjen ato me bo. S'ka gabim ose sakt këtu. Që ajo e përmbush Abadin, që ajo e bon Abadin më kon Abad. Veç të jap një thënje të bona Frashëri 3.0. Hajde, veç unë e veta po u bë Frashëri. Gresa, që shimë bitor tjë. T'lutem. Që keqja të kaploj një shoqëri, mjafton që njerëzit e mirë mos të bëjnë asgjë. Interesant. Po pse Gres? Do ku të fitoj, unë me thonë. Prit se si kena ndjokë. Prit veç pak ta shkruaj çat GPT. Hajde thuje nga e bëra në të tërë, është një dërë. Okej. Përmendet që ka shumë student që vinë prej jashtë, prej jashtë qytetit të Tetovës që vinë në Tetovë. Çka do i thonit si intro për Tetovën? Qysh do ta mirë pritni në Tetovë një student? Çka është ajo fjala e parë që ja thuni? Qysh do ta mirë pritni? Qysh do ta mirë pritni? Unë zakonisht kur i tham ato miqtë e mia dhe mikeshat e mia të cilat kur vinë në studime për herë të parë, i tham javën e parë mos hin depresion. Që ajo me rëndësi, tani e kalon pastaj. Duhet të mirë pritni. Se është një lloj zymti e kap sidomos dimrit, mos flasim është një farë qyteti zymt të bëhet, pa energji rinore, pa gjallëni, ndoshta dallon kjo edhe pi karakterit tem se e kam pak ma qef kaosin që Summer guy. Po, sigurisht. Summer guy, si party type. Mitreo?
Rinë të tovë deri se të të bëhen bajat krejt. Shifi krejt kafet, shko të krejt vendet, shko s'kjo, shko që ka vëdhe se tjetër të tovë. Po e randi e pa të sa mirë e ndërlidhi. E ndërlidhi ato shko aty, shko këtu, shko aty, se të na qëto sende mund është me i kry për një javë. Po i krym për një javë për që edhe... ta thash unë e mos bjerë në depresion për një javë ditë se të mërzitit a qëto. Edhe pastaj, Ma shkon kena gëstiva. lëma paksine për me bu këtu. Po, unë... Hajde, pret se jove që në të vupit jove Ne shkupjave. kanë që vjen Shkupi kisha thanë mere ka dal edhe mos na paragjyko se e di që për shkupjant ka shumë sene që thuhen që ama momentit që na i njofton shkupjant individualisht, unë e besoj që se cili në zemër është shumë i mirë dhe se cili mundohet për të mirë. Po, e tash po flasim do të thonë për infrastrukturën apo për sendet që mund është me i bo, si i ri apo si student në Shkup nuk e dia ka shumë. Ska, në kafe kime dal? Edhe 3 kafe që mund është me të. Pak Abe optimizm, hajde kafe ka optimizm. shumë, po na pëlqen neve, as na pëlqen është problemi. Hajde Jo, optimizm seriozisht, pak, muze... Muzej ka shumë, qarshia e Shkupit është shumë e mirë për mu eksploru, po është një send që na i njërojnë në qytet Shkupit është Kalaja, që Kalaja na nuk e herën e fundit që jam kanë, unë kam para 3 vjetëve, pa të nalë misafir, prej Zvicrës i pa ta që asun se disha ku jam të Edhe ti Shkup. bashkë ato. Po, unë bashkë me ato për e të partë të Shkup. eksploru Po Kalaja. ashtu Pas kam mirë prit. Ka mirë prit. pjesa e Shkupit 2014 qendrës së Re, sado që është fallë, sot që s'është e mirë e bëm, është shumë e bukur. Realisht po folim, mas ne është edhe ura e gurit. Këto një me kejnë kam unë është mjesë për 30 minuta, ama munal detajisht mi këshyr ka shumë. Mas ne kena katedralën e Nënës Terez, ka shumë aspekte, mas ne mas ty me folë për xhamijat e qytetit Shkupit, xhamia Mustaf Pasha, xhamia Murat Pasha, mrenda në qarqi është fenomenale. Tash po ashtu e kena edhe sheshin e Skënderbejot aty. Edhe ajo është... Ama të pra po këthejna që këto vendes... E shese do Shkupin, gjithaj pasion, kjo, me folë shumë për ditë. Qka bëhet Shkupi? Sa bada të bëhen Shkup? Veç i shala shtonë. Veç i shala shtonë. O, zot ju inshallah. Në një iniciativa të kryetari komunës e shumë në kutë për parkingu. Mjavëm. Për parkingun, ama jo, unë seriozisht besoj që edhe Nuk ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje. Shumë popullat jemi Po në tash Shkup, shumë njerëz ka. Le që ka shumë njerëz, një shtëpi ka 3 vetura. Po haba, që të doshta me dalën, se ma more fjallën. A di qa? Se a di që shemi ne shqiptar, në përgjësi, veto po flole, edhe në Shkup, e di që shumë i thështë. Ankohen që probleme ekonomike, probleme financiare shumë, rogat e vogla, ajo kjo, kur shkon shpina ati ka 4 vetura. 4 vetura, shtëpien 3-4. Ato veç me regjistrim nuk e di që shja dalin, e lemo, tash po ankohësh. Po. Të nën nuk ka munges në aspektin ekonomik, unë e që kuptoj, nuk ka munges elementare. Na ankomi për luks. U bëne si qoqka. Qka është luksi për ju? Qka është luksi për ju? Ama jo, seriozisht menoj që na ankomi për luks edhe menoj që sa herë kena mu anku për luks. Po jo për Macedonin tonë, Macedonin e veriut ku jetojmë na, luks është sendi bazik, sendi elementar. Po, no? Mendoj. Mi pas 4 vetura. Jo, mi pas 4 vetura, për kom fjallin edhe si shtet, sendi elementar është luks këtu. Tash kjo është një kuptim plot. A po kupton? Po. Okej, tash pas jena edhe në fund të emisionit, një këshill që ja jep një triot. Jo të osa Shkupit, që... Në përgjithësi. Përgjithësi, okej. A bo vesh pak të shkruj të shoqë. Ti, ta Në vesh që përgjithësi, GPT-a. me se një parë që ju shkon të me. Sendi i parë që kësha thonë është kur mos u ndalë të kontribu për njerës tjerë. Wow. Bravo. U bëne si Albani. Mi mori fjallë tëti. Kur mos u ndalë të kontribu për njerës tjerë? Ndalu të kontribu për njerës tjerë. Shifë punën tënë. Okej. Abad, unë e du një shtash, ti qëfar mesazh ju jep njerëzve? Unë e kam për si mesazhe përdori sërë thënjën e gjuhës latine për aspera ad astra, në përmjet vështirësive deri të kyjet. Deri të kyjet. Nice. Ti, Grisa? Ja, së pështove, pa thamë të shka, së më pështonë. Jo, këshive, unë me të bo Unë e Krishka kisha thonë, veç rrini vetë vetja, edhe bënja ato gjana që një me i ndjeni në zemër. Po vetë Nëse vetë arrim është- për herë. Nuk do me thana, ja. Një me rrini vetë vetja, mos ndryshoni për kur gjo,
edhe momentin që keni një ide, keni një mendim, keni një gjatë që doni me e ba dhe që me ndoni që mundi me ndryshu, go for it. A del keq, a del mirë, doesn't matter. That's it. Patjetër. Edhe për fund e kena edhe një falimderim që dojmë ja bë shumë dy taksistave që na kanë prutje prej Shqipërisë. Xhaxhi Ermal edhe Xhaxhi Denis. Xhaxhi Denis. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po ashtu faleminderit edhe juve shikues të dashur që na shikuat deri në fund këtë emision. Ja, them diçka për fund. Thoni diçka. Tetova me Shkupin, jam bashk edhe në aspekt kulturor, edhe në aspekt infrastrukturor, edhe në aspekt edukativ arsimor, jemi bashk. Nuk ekzistojnë ndarje. Respekt, Era. Faleminderit shumë dhe shihemi në epizoda tjera. Ciao.